aksion për 147 dëshmorët e këtij fshati. Amantina Hasan e gjendet atje. Na njoftot lutem pak më shumë. Por faktikisht jemi në fshatin Izbic të komunës së Skenderajt. Këtu, ku këtë vit, për herë të 5, po mbahet një maraton vrapimi, vrapuesit maratona 147, kjo për nder të viktimave të masakrës së Izbicës, pra që 147. Ndër vite, organizatorët na thanë që është rritur numri i vrapuesve, sot kemi më shumë se 200 dhe ata cilët po marrin pjesë nuk janë vetëm nga vendet e Kosovës, qytete të ndryshme, por edhe nga vendet jashtë Kosovës, nga diaspora, po ashtu kemi edhe përfaqësues nga Austria. Kësaj here ju janë shtuar edhe disa nga rusë të rinë dhe bëhet fjalë për fëmijët, të cilët po vrapojnë për një shtegu prej 120 kilometra. Ndërkaq, organizatorët pra si shtanë, po bëhet për nder të viktimave, me qenë se e kemi edhe tani përse afërmi me 28 mars për vjetorin e masakrës së Izbicës. Ata po ashtu thanë se ky organizim po bëhet çdo herë më madhështor dhe se njerëzit janë bërë akoma më të vetëdijshëm rreth këtij organizimi dhe po vlerësohet çdo herë më shumë, marr parasysh që po vinë edhe njerëz nga vende të ndryshme të botës. Ndërkaq sot sa biseduam edhe me ata cilët veç e kanë përfunduar garën, na thanë që shtegu ishte pak sa i vështirë, po me qenë se moti ishte në anën e tyre, atëherë kjo është patjetër përveç se një kënaqësie edhe një ndjenjë krenarie që në një formë apo tjetër po kontribuojnë për ata cilët kanë rënë për liri. Të faleminderit shumë për këtë paraqitje. Ndërkohë, po në afërsitë të Prishtinës, liçenin e Badocit po mbahet një aksion ku po marrin pjesë përveç qytetarëve edhe pjesëtarët